Tani, më zbulon një kuriozitet përveç tjerave. Ledia, pëse s'm futën mestet, jo, sepse kam tendencën të më çosh gjithmonë... Nuk ishte Erion Velia që më pengoj të vjerat në kaluart. Si? Nëse do të pyesësh për këtë kuriozitetin, nuk ishte Erion Velia që më pengoj të vjerat. Po nuk e thashmë, pse përmend emrin? E para privat. Për të bërë... Më falë, mos... Jo, nuk ka problemi, jo, po nuk e thash që ka qenë ai. Po ke dëgjuar që kam thënë këtë emër? Jo, në emisionin e kaluar u aludua që ndoshta nga që Kristi ka punuar të mjaftin, nga që Kristi ka shmik me Erion Velia. Dhe kam përmendur në Erion Velin? Keni një pseudonim që ju përmendni për... O, nuk e di. Nuk e di se për ke keni fjallën, po unë këtë emër nuk e di. E kuptova. Dhe kam dhe kohë që e kam marruar si personazh. E kaloj, mundoja në fakt të futesha në profilin e emisionit të bëja shaka, po si duket më përshkohesh. Jo, absolutisht, po më vjen keq sepse ju më sollo të vëmendje një emër që e keni bërë vetë asociacionin. Mos është e ngatroni me Vilajet Qyrkun. Unë kam thënë Vilajet Qyrku. E thatë ju, nuk e thash. Unë kam thënë Vilajet Qyrku. Po ju pse ju shkoi mendja që Vilajeti ishte Erion Veliaj? Okej, pas kam kuptuar gabimin. Hop, një pika për Kristin, me që në fjallë, keni folë me Erion, a i është fyër gjithashtu? Keni sori? Një pika për... është shumë interesant dhe Kris, nëse kjo është puna juaj e çori apo jo në gjykat, doni tani një derë në të nivel është puna juaj, kam një kuriozitet që do të ma shuani, që se ka mundësi Kris Pinderi, ju jeni në familje klient i vjetër në këtë emision, si është puna, që ka ndodhur? Jo, s'ka problem, jeni gjithmonë e keni derën të hapur, si është puna Kris Pinderi, që ka ndodhur midis jush dhe Altin Azisajt, keni qenë shok dikur, keni qenë partner, keni qenë te ambasada Pink, ju madje keni qenë ambasador, keni ardhur në studion time, papritur, më falë më ka zë një gripi të meshëm, papritur mora vesh, Kris, që ju e një ndarë. Ka pas një shërë diku atje brënda, edhe këne tani Altini ka shoqatën e vetë, ju keni shoqatën tuaj. Që është kjo histori? Qofse, e di që ndoshta s'ka në interes për publikun e gjerë, po gjithësi jam kurios të di. Pra, kush më fajson sot, ose kush i mbron sot, cila shoqate, Altinit apo tuaja, kush i mbron më mirë, më sakt, më shpejt, më në mënyrë, ku t'i gjun, agresive në kuptimin e mirë të fjallës, kush i mbron, ju apo Altin Azize, ende nuk po kuptojmë. Ajo nuk është diçka që mund të përcaktoj unë apo Altini apo ne të gjithë bashkë. Unë kam përshtypjen që secili nëse vendos një gur të vetin në këtë mur të madh që ne të gjithë duhet të ndërtojmë, dhe unë ju siguroj që lëvizja për drejtat LGBT në një të ardhmen do i sjellë të mira gjithë shoqërisë, jo vetëm këtij komuniteti. Atë nëse secili vendos një gur të vetin, aq më mirë. Nëse janë 5 njerëz që vendosin secili nga një gur bëhen 5 gur. Nëse janë 3 njerëz që njëri vendos 3, tjetri 1 e kështu me radhë, e rëndësishme është që të ketë një lloj filtri të paktën në këtë fushë që të mund të përcaktojë që dëgjoni, kjo gjë nuk bën, ose kjo gjë mund të bëhet më mirë, apo kjo gjë nuk duhet bërë. Kështu që ne nuk është se jemi nuk jemi politikanë apo parti politike që të mund të marrim një mandat apo të legjitimojmë përfaqësimin ton nga njerëz që votojnë, kupton? Prapë s'kuptova gjë. What the fuck? A di pse, se më bët një rreth të madh shumë dhe nuk më thatë me fjalë thjeshta. Keni bërë sherë me Altin apo? Po, sherë kemi bërë, nëse ti mendon se sherë është që... Kur them sherë, do më thënë jeni ndarë, pra. Se cili mbron interesat e veta. Po, jemi ndarë, sepse jo interesat e veta. Kur them interesat e veta, do më thënë interesat e shoqatës vetë. Jo, ne mendojmë, për shembull unë paktën kam menduar gjithmonë, duke qenë dhe drejtuesi i atij projekti, kam menduar që përqasja që ai projekt filloi të kishte ndaj komunitetit, nuk ishte përqasja e duhur që duhet të kishte. Për shembull, përpara se një organizatë që ka mundësi financiare apo që ka kontakte të mjaftueshme me institucione shtetërore, që mund të bëj, le të themi në një farë mënyrë show në media, por ama të çedoj në punën e përditshme ndaj komunitetit, që do të thotë një punë ku nuk diskriminon vetë komunitetin, një punë ku ti ndoshta dhe eviton këto showt mediatik, ndoshta dhe nuk je fare në media, ama e di që atë kohë e shpenzon me djemt, me vajzat, që vërtet ka nevojë të fitojnë një besime dhe një lloj sigurie që këta njerëz janë aty vërtet për këtë çështje dhe jo për të lançuar veten e tyre. Atëherë kjo është një problem se si 2 vetë apo 2 palë e shikojnë përqasjen ndaj. Tani keni probleme fondesh apo jo ka përshtypjen? Ne s'kemi fonde dhe për pasoj... S'kemi fonde, po Altini ja ka fonde? Po Altini nuk është se janë fondet Altinit. Altini sigurisht i menaxhon, po fondet janë të
paktën deri... Kur them të Altinit, s'flas personalisht, më shoqatës. Po. Dakor. Para se të vinë miqtan të AMC-s, miqtat kujtim Kristi, pyetja që unë do i bëj tani Kristi Pinderit. Gjithmonë rrim dhe pak te kjo çështje, dhe pak minuta. Pyetja që unë do i bëj është kjo. Në programin e Partisë Socialiste, që u shpall vetëm pak ditë të kongres, apo jo, Krist? Kjo parti, ka përshtypjen vetë Edi Rama e lexoi apo jo? Nuk e pash atë pjesë. Sepse ai e lexon se ai është kryetari. Paraqiti pra në këtë kongres të fundit vjen për qesh, nuk e di sepse. Paraqiti te kapitulli 2.4 ose presje 4. Apo jo? Te faqja 54 ndoshta. Jo, 2 presje 4. Po, është kapitulli. Është kapitulli për riportëritin. Për riportëritin e shoqërisë, shkruhet. E lexoj vetë Edi Rama në kongres, zonja Zotrin. Se paska para krizit PS mbështet të gjitha format e jetës familjare, familjen e lidhur me martesë, bashkëtesën, familjet me një prind dhe të gjitha format e tjera të partneritetit. Tregoj që PS-ja është pro martesave gay apo jo? Pra po bën një hap më përpara se sa Berisha, duhet thënë. Berisha inicioi pak kompar, Rama kaloi më shumë akoma. Rama ka qenë tolerant gjithkohon, po historikisht e njohin si njëri që nuk ka tabu të tilla, apo s'ka fare tabu të tilla. Po mos harrojmë që... Jo, po pas përgjigja është pas... Po, unë të paktën... Jo, po përgjigja është pas Kristi. Vaj, jetë le bëj. Pas. Jeni rikëtër, Jagu janë, me miqtan të AMC-s, në këtë P2, pjesë të dytë e emisionin Zonë e Lirë, 313 sonde. Jemi live në TV Glan, ritransmetimi, nesër në 11 paradite në TV Glan, edhe pas nesër të dielën, në Klan Kosova, pak pas mesditës, jemi në studio me Golden Eagle, pia ju e preferua energjike gëzuar gjithve. Në studio sonde Mita Tavari për librin e Edi Ramës. E vërteta Mita Tavari për balë të vërtetës se Edi Ramës e libri ti Kurban. Me ne sonde në studio kujtimi i verbri që nuk e marrin punë. Plan detajle jo kjo është. Kujtimi rikëthe sonde për të në thënë se çfarë po ndodh. Se kjo shoqëri nuk pranon të marrin në punë një fizioterapist profesionist si kujtimi senati. Me ne sonde në studio Kris Pinderi, lideri një shoqate jo qeveritare, jo fitimpulse, që mbron përveç tjerave të drejtat e lëvizjes gay, lesbike, transgender, biseksual, me pak fjalë homoseksualve përveç të tjerve, për cilët son të jetë të fyer pas një këngë transmetuar live vetëm pak qaste më parë, te kënga magjike. Kënga quhet Pa Problem, do shohim një pjesë në fund të bisedës me Kristin.